Qytetarët e Vlorës nostalgji për të shkuarën. Drejt vendit të shenjtë të Kuzën-Babas dikur mund të shkojë edhe me shkallë, sot ka mbetur thjesht një kujtim i largët dhe nostalgji. Vetë qytetarët e Vlorës pranojnë se vitet e shkuara i drejtoheshin kësaj zone edhe mes shkallëve, ndërsa sot kërkojnë mirëmbajtjen e tyre. Shkallët janë dëmtuar thuajse plotësisht, ndërsa tashmë nuk përdoren. Për qytetarët duhet ndërhyrë me qëllim që ato të kthehen në identitet. E kaluara gjithmonë me të ardhmen ndryshon ca gjëra. Do ishte mirë të ishin funksionale? Do ishte mirë shumë bile jo shumë pak. Se e vlen, qoftë si teren, qoftë si vend i bekuar, kur i thonë fjallës, qoftë si qytet, se çdo gjë ka atë. Edhe unë që jam, po vetë kam filluar për 80 vjeç, kur dal mëngjes shikoj mirë pasqyrë, tek rregulloj kapelen, ashtu kështu, edhe jo më qyteti. Se si është tani, si është shkallë? Nuk është mirë, është shumë keq. Nuk punohet fare për atë. Po si e parashon. Nëse do t'i bësh një analizë asaj pune, nuk është në pozicion fare. Si mbani mend ato? Unë jam të mbajshin më mirë shumë bile. Kishte shërbime një në tjetër. Po janë dëmtore as mirë mbajnë as. Shikoj, po ty vjen të vështirë ta shikosh me sy atë. Ç'është higjiena që flet gjoja kultura, kemi ecur para. Ne kemi ecur mbrapa, jemi rregullisur. Vetëm një gjë që edhe për qef, si thonë, edhe për besëtëni fetare, kjo është Guzbabaja, ose mund të themi balkoni i Vlorës. Mungojnë shkallët? Mungojnë shkallët. Shkallët mungojnë për shembull një pjesë andaj që është prishur. Duhet kujdeset bashkia. Është një gjë monumentale motush. Funksionuar dikur kanë qenë funksionale për qytetarët që ngjiteshin shkonin lart në Guzbabak. Sot pjesa më e madhe e shkallëve janë prishur. Po. Do ishte mirë të ishin funksionale ende? Po si çdo ishte, po si gjitha punët e tjera në Shqipëri. Si mbani mendësia tani? Si shkallë familjesh, jo kështu. Përdoreshin shpesh atëherë nga qytetarët? Shumë fare. Deri lart. Po tani nuk vendon deri lart? Nashti atje lart e kanë zënë një copë, shkosh Shkubrinjës. Ngur ishin. Sot nuk janë të mirëmbajtura. Po s'janë si që kanë qenë janë, se janë bërë, së bënë dorë fare në to. Ato që kanë qenë atëre janë edhe sot. Do ishte mirë të rregulloheshin qytetarët? Po mirë, nësi, po na vinë në jashtë, jo këtu, ne plejtë që pengomi njidhemi lartë, e kemi arruar se njidhemi do të më lartë. Sot janë thjesht një relike vjetër dhe nostalgji për qytetarët e Vlorës. Ta të fundit kërkojnë më shumë vëmendje dhe investime në ato që dikur kanë qenë zona mjaft të preferuara, por që fatkeqësisht janë lënë në ares.